A i kënaqur me rrogën? Punën në Greqi, nuk punën këtu. Meqenëse ishte edhe Rama atje që i bëri thirrje edhe shqiptarëve të diasporës që jetojnë në Greqi atje. Ktheu në Shqipëri si kanë rrogat më të mira, nuk paguani taksa siç paguani. Po aty folej se nuk e din benin ato grek, ato shqiptarë që në Greqi se. Këtu marrin 400.000 lekë, 300.000 lekë marrin merr. Si është, ju keni punuar dhe jetuar edhe këtu apo jo? Sa vite keni shkuar në Greqi? Kam 30 vjet. 30 vjet që keni shkuar. Po si është realiteti? Se në televizion e shohin gjëra të tjera, na thon tjetër. Televizori janë paguar ato televizorit gjithë, janë paguar ato televizorit që jep Edi Rama jep ata se. Nuk është e vërtetë që nuk është e vërtetë. Po se është vërtet, merr kush 3.000-5.000 euro këtu. Si sta Edi Rama. Edi Rama. Po merr kush 5.000 euro këtu. Po ja, kjo është. Jeton Greqi tjetri, aty ku shkoi Edi Rama që i bën thirrje shqiptarëve të Greqisë, diasporës, i thotë kthehuni në Shqipëri se paguani më mirë se sa shtetet që ju keni zgjedhur për të ndërtuar jetën tuaj ekonomike dhe sociale.